لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Falendrojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, në serinë e temave rreth asaj se xhamiat janë vendet më të dashura tek Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe shejtrin që e ka xhamia në zemrën e besimtarit, janë tema të cilat është për qëllim që besimtarin ta ndërlidhin me një vend që Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bë vend të bereqetshëm, e ka bë vend që prodhon burra, vend që prodhon njerëz të mëdhej. Andaj shejtria e xhamisë në zemrën e besimtarit është diçka e veçantë, sepse besimtari në këtë vend e mbush veten me iman, forcon lidhjet me Allahun Gjelle Gjelaluhu. Kjo është vend ku besimtari e llogarit si shtëpinë e vet, e llogarit si folen e vet. Xhamia është vend ku besimtari strehohet, është buroj e fuqishme për besimtarin nga çdo problem, nga çdo breng dhe nga çdo sfidë e jetës. Ka thënë njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, llogarit me veten që jeni udhëtar në këtë dynjë. Llogaritni xhamit si shtëpiat e juve. Mësoni zemrën e juve me butësi dhe meditoni në atë që Allahu Gjelle Gjelaluhu ka krijuar, dhe mos jo largojnë nga rruga e drejtë epshet e juve. Ndërsa një tjetër prej dietarëve të hershëm ka thënë, ai i cili shkon në xhami dhe qëndron në xhami është një koqer i Allahu Gjelle Gjelaluhu, apo është musafir i Allahu Gjelle Gjelaluhu, përderisa kthehet nga xhamia. Ai i cili shkon ta vizitoj dikon vetëm për Allah, jo për ndonjë interes tjetër, është vizitori i Allahu Gjelle Gjelaluhu derisa të kthehet. Sepse në hadithin që e ka shënuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga fjalët e Allahut, që ka thënë se ai i cili e viziton një vëlla të vetin pa ndonjë interes, vetëm për hir të Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka vizituar veten, e ka vizituar Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe thot ai i cili është jam syn qabës
qoftë për haqë apo për umre, është do thot nga delegacionet e Allahu Gjelle Gjelaluhu derisa të kthehet në shtëpinë e tij. Xhamit besimtari i shejtron për shkak se Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka llogarit vendet të shejta. E ato të cilat i ka llogarit Allahu të shejta, besimtari i vlerëson më shumë, sepse është besim edhe është shenjë e devotshmërisë së besimtarit kur ai shejtron apo madhron apo i respekton atë që Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka shejtrue dhe ju ka dhënë vlerë të veçantë. Shejtria e besimtarit për xhamin ndërlidhet para se me ardhë besimtari në xhami, në shtëpi ku i bëhet ibadet Allahu Gjelle Gjelaluhu, duke përgatit veten mirë, duke u pastrue, duke marrë abdes, duke vendos erëra të mira, parfume të mira, për me ardhë në një vend ku adhurohet Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili shkon në xhami dhe kthehet nga xhamia, shkurja e tij dhe kthimi i tij në shtëpi është ngritje në shkalla të larta tek Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pastaj besimtari kur futet në xhami, futet me këmbën e djathtë, kjo është prej etikave dhe është të thot respektim i shejtrisë së xhamisë. Futet me këmbën e djathtë dhe del nga xhamia me këmbën e majtë. Urtësia e futjes së besimtarit në xhami me këmbën e djathtë, për shkak se xhamia është vend më i mirë se sa vendi jashtë xhamisë, edhe pse të dyja janë vende të mira. Mirë, po ky vend është më i vlefshëm. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ju ka dhënë prioritet anës së djathtë në vendet e mira, në vendet e vlefshme. Pastaj del nga xhamia me këmbën e majtë, dëshiron do thotë që kama e tij e djathtë të mbetet ende në xhami, në vendin ku Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka vlerësuar. Kur futet besimtari gjatë futjes në xhami, i lutet Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe i thotë: Allahumma ftah li abwaba rahmetik. O Zot, hapi dyert e rahmetit tonë. Hapmi dyert e rahmetit tonë. Kjo është lutja që bëhet në rastin e hyrjes në xhami. Ndërsa kur dalmi prej xhamis, thojmë Allahumma inni as'aluka min fadlik. O Zot, une i kërkoj mirësitë e tua. Urtësia e kësaj sepse xhamia është vendi ku synohet shpërblimi i Allahu Gjelle Gjelaluhu, synohet xheneti i Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe më përshtatshme është këtu kur të himi në xhami që të lutemi do me këtë lutje që ta shijojmë edhe ta marrim mëshirën e Allahu Gjelle Gjelaluhu, e që në xhenetin e Allahut futemi me mëshirën e tij. Pastaj kur dalmi dhe i thojmë o Zot, e kërkojmë mirësinë tënde sepse besimtari kur del nga xhamia e kërkon rrezikun, e kërkon punën e tij, e kërkon angazhimin e tij, i kërkon të mirat e Zotit në këtë tokë, e Allahu Gjelle Gjelaluhu e këtë ato shka na i shijojmë janë mirësia e Allahut. E besimtari kur del nga xhamia i thot Zotit: o Zot, unë po i kërkoj dhe po i lypi mirësitë e tua. Pastaj me rastin e hyrjes në xhami, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka hyrë në xhami, i ka falë 2 rekate namaz. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: nëse dikush prej jush hyn në xhami, mos të ulet në xhami pa i falë 2 rekate namaz. Mos të ulet në xhami pa i falë 2 rekate namaz. Kjo çështje ka pastaj diskutime dhe është më zgjeruar në disa raste, a duhet të falemi apo nuk duhet të falemi. Mirë, po si porosie përgjithshme e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që ta shëjtroj besimtari xhamin, shtëpinë e Allahu Gjelle Gjelaluhu, i bën ibadet Allahut, është do thotë që ti fal 2 rekate namaz që llogariten për shëndetje e xhamisë.
Pastaj prej gjërave që duhet me pas kujdes besimtari në xhami të ndëruar vëllezër, është që të kujdeset në rreshtimin e safave. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më shumti që i ka kushtuar rëndësi brenda në xhami, i ka kushtuar rreshtimit të safave kur i lidh namaz. Nuk është lidh namaz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa i rreshtuar safat mirë. Dhe ka thënë rreshtohuni ashtu që rreshtohen melaçet para Zotit. Një saf jo mirë i rreshtuar nënkupton edhe një zemër e pa kujdesshme në ibadet. Një zemër e pa përfillshme në ibadet dhe në adhurim ndaj Allahut. Një saf, një rresht i mirë, edhe i rreqë mirë, edhe i rreshtuar, edhe i drejtuar mirë, ky tani edhe më shumë zemrën ka me përkushtuar ndaj Allahu xhalla xhelalu kur të jenë në ibadet, në namaz dhe në adhurim. Po ashtu prej gjanave që duhet të ketë besimtari kujdes në xhami të ndërrozër, është që mos të shkel në përqafat e të tjerëve. Dhe kjo do të thotë kur dikush do vjen i fundit ndërsa do më ardhe i pari. Por këtu është një telashe tjetër, sepse çaj që ka ardhe i pari nuk e ka rreth safin që duhet. Nuk e ka plotësuar me në që duhet, e ai normal që vjen i fundit ose më vonë, ai kur e sheh një hapësirë të zbrast, dëshiron ta plotësoj atë zbrastësirë. Mirë po, kujdesi apo është tërheqët vletja nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur një njeri, edhe safat ju kanë mirë, ai ka filluar, kalon një saf, e kalon dytin, e tretin, e katërin, të shtyn njerëzit, edhe ka dalë dhe të ulë në safin e parë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkon duke ligjëruar, ka thonë ullu mos e i dëmtove njerëzit, i keq trajtove njerëzit. Njëna prej çështjeve që duhet me pasur kujdes në xhami të ndërrozër, nëse shën dikon që është ullë në një vend, xhamia nuk ka vend të caktuar për asnjërin prej njerëzve, përveç ata që ulen edhe që janë do të thotë në përcjellje të udhëheqësit dhe të imanit. Andaj do të thotë nuk është prej traditës pejgamberit që nëse dikush është ullë në një vend, me shkuën me i thonë shoma që të vend se ky është vendi për mua e ma ke zonë vendin tem, sepse në islam apo në renditjen e ardhjes në xhami është ai i cili ka ardhur i pari, e zën vendet e para, ai i cili ka ardhur pastaj i dyti, vendet e dyta dhe kështu me radhë. Gjithashtu, muhabetet e dunjos ose prej etikës xhamisë që mos mu bëhen në xhami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ka më ardhur një kohë që kanë me hinë njerëz në xhami, edhe nuk ka më ju interesue tjetër sen veç muhabetet e dunjos. Dhe ullën dhe bohen rreth, dhe bohen 4 vete, 5 vete, 6 vete, edhe ja krisin muhabetit dunjos. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos u ulni me ta. Mos u ulni me ta. Një tjetër që është sfiduese shumë të ndëruar vëllezër në kohët e sotme, sidomos në sezonën e verës, është ardhja në xhami me rrobe me tesha të shkurta shumë. Dhe kjo është njëna prej sfidave në këtë sezon shumë, për shkak që ata të cilët do të thotë nuk kanë vesh ndonjë tesh brenda do të thotë të gjatë që me mbulue belin e tyre, ata kur binë në sejdë apo kur binë në rukû apo në sejdë, do të shplohet gjysma e pjesës poshtme mbrapa do trupit tyre. E kjo do të thotë është shumë e rëndë për ata që falet maseje, për atë që falet maseje. Neve si hoxhallar ndonjëherë na ka ra që të falemi në rreshtat, edhe kemi pa një gjë të tillë dhe një sfidë që është shumë e rëndë. Andaj besimtari duhet mu kujdes. Mas pari duhet që te mos mu dokt nën kërthiz kjo pjesa, mos mu dokt në namaz. Andaj do të thotë jo kur të bish në rukû edhe në sejdë teshat shumë poshtë shkurta, edhe kur të bish, pastaj do të thotë duke një pjesë e madhe e anës mbrat, e që e shkakton një problem të madh tek ai i cili falet maseje. Ose do të thotë vinë në pantolle të shkurtuara për mi gjujt, edhe pastaj kur vinë në rukû
kur bini në serdje, ka mu pa diçka nga pjesë që nuk duhet të shihet edhe është pengesë për të tjerë. Me të vërtetë kjo është një problem në xhamat, në përgjithësi, e kjo sfidë nuk është vetëm për dikon për një kategori të caktuar. Edhe pleç i sheh me pantolla të shkurt. I ka bërë bukur do vjet, hala me pantolla të shkurt. Kjo s'është edukat më në xhami. Edhe do thotë, ndoshta edhe fetar është i ri me pantolla të shkurt. Kur të falet do thotë mundohet me lshute poshtë bukur shumë, me ngres saqë ndoshta edhe mi fut, edhe nuk shkojnë më poshtë. Andaj këto janë disa probleme, disa etika të ndërrozën që përkojnë, do thotë, nëse i veprojmë me disa edukata, përkojnë me shejtrinë e xhamisë, ndërsa nëse i zbatojmë disa gjëra të cilat nuk janë pjesë e edukatës në xhami, atëherë e shëmtojmë shejtrinë e xhamisë. Andaj xhamiat janë shtëpiat e Allahut xhalla xhelalu, vendi ku adhurohet Allahu, vendi ku bëhet ibadet, vendi ku mësohet dhe ku përparohet dhe ku ngritet besimtari, edhe bëhet edhe ma i Zoti, edhe ma intelektual, edhe ma musliman i mirë. E lutem Allahun xhalla xhelalu që të na shërbejë gjithmonë në zemrat tona xhamit për të ashtu imanin ton, për të ashtu edukatën e moralin ton, sjelljet tona. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum yarhamukumullah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه